Pi zemër, po thëm inshallah del ti finaliste, pasha zotin. Rafsh, faleminderit. Valla, sinqerisht, se ki sinqeritet në vete, pasha zotin. Ashtu, valla. Ju lutem, Gerta Gizhari, krejtve, ju lutem, finaliste, ju lutem, people, njerëz, këtë që jeni, seriozisht. Ajo është tradhtore, ajo bespreme, këtë ka tradhtu për mëna. Nuk e di nëse kjo është e vërtet apo është lojë. Në qoftë se është lojë, okay, por në qoftë se është e vërtet kjo që thot gjesti i Gertës, atëherë kjo quhet në gjuhën e Big Brotherit quhet lojë e pist nga ana e gjestit. Sepse e para një herë ai bën thirrje që fansat e tij të votojnë Gertën për finale. Gjë që nuk lejohet të bësh propagandë, të kërkosh votën, nuk lejohet me rregullore. E para, e dyta, ai thot Gertës shpresoj të fitosh ti sepse ti je sinqert. Pra njeriu që i hodhi alkol në sy, e çojnë në spital etj, na qenë kërka i sinqert tash, që ka njeri i mirë. Kurse ajo që i ka ndonjur afër gjatë gjithë kohës, ajo që ka e pabesë dhe hileqare, pra siç e quajnë ai. Në fakt i pabesë në këtë moment po tregohet gjesti duke luajtur pas krave të Rozanës dhe duke bërë propagandë pas krave të Rozanës kundër Rozanës. Dhe kjo quhet pra lojë pist. E ka bërë edhe një herë tjetër, kur i ka bërë thirrje publikut që të votonin Valbonën, që të ikte Laerti, por nuk e eci. Tani ose fansat nuk mendojnë si gjesti, ose fansat nuk e dëgjojnë gjestin. Sepse po ta kishin dëgjuar, do kishin mbajt Valbonën dhe do kishin heq Laertin, por nuk ndodhi kështu. Megjithatë, kjo lloj propagande që bën, kjo lloj loje që bën, kjo lloj gjithmonë thash nëse është e vërtetë, nëse është lojë është mohabet tjetër. Nëse është e vërtetë, atëherë kjo quhet thjesht lojë e pabesë dhe e pisët.